nga Demokraci Plus, e kam në studio Mira Brashin nga kjo organizat. Faleminderit shumë për pjesëmarrje. Faleminderit, kënaqësi jam me ju. Çka është ideja e kësaj shkolle që të dihet më shumë se si të parandalohet korrupsioni, të kenë informata të rinj, sepse po e shoh që mosha është 20 deri në 25 vjeç. Pse ky fokus në këtë moshë? Po në fakt, çështja e korrupsionit, tema e korrupsionit diskutohet jashtëzakonisht shumë në diskursin ton publik edhe në tryezat e kafeneve sa herë që ulemi me njerëz, por realisht kur futemi më thellë në thelb se çka është korrupsioni, shpeshherë kemi edhe këtë kuptime sa i përket korrupsionit si term, sa i përket konfliktit interesit, deklarimit pasurisë etj. Në këtë kuadër, në bashkëpunim me Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit dhe me financimin e ambasadës kanadeze në Kroaci, që mbulon edhe Kosovën, jemi të organizu edicionin e dytë të shkollës për integritet dhe antikorrupsion. Shkolla e parë, do thotë edicioni i parë është mbajtur në muajin nëntor të vitit kaluar, ndërka që edicioni i dytë do të mbahet në fillim të muajit shkurt. Ideja do thotë është që të rinj student të moshave 20 deri 25 vjeç të 4 profileve: juridik, shkenca politike, gazetari dhe ekonomi, do thotë të jenë pjesë e kësaj shkolle, qofshin ata në student të viteve të fundit bachelor apo student të masterit, dhe të mësojnë më shumë sa i përket kësaj teme, në bashkëpunim, do thotë, duke marrë njohuri nga ekspertët e Agjencisë për Parandalim të Korrupsionit, nga ekspertë të gazetarisë hulumtuese dhe nga ekspertë të shoqërisë civile. Pra, ka një farë dallimi nga ajo që e përmendet, që flitet në për tavolinat të kafeve për korrupsionin, a është e nxitur prej diskursit politik më shumë kjo, dhe çfarë dallon kur mësohet në aspektin e drejtë të fjalës të timit? Absolutisht politika, ne jemi shoqëri goxha politike, politika ndikon shumë në diskursin ton publik. Edhe vrem që nganjëherë bëhen akuza kundër akuza mes partive politike dhe subjekteve, do thotë, politike në Kosovë, që më pas transmetohen edhe tek përkrasit e këtyre subjekteve edhe në jetë të përditshme. Duke pas parasysh këtë fakt, kemi vrejtur se ka nevojë që diskutohet pak më tepër për këtë punë, të mësohet më konkretisht se çka janë këto nocione, dhe në anën tjetër të kemi të rinj cilët futen në tregun e punës, qofshin ata gazetarë, cilët kur raportojnë për rastet korrupsionit ta dinë konkretisht se rasti cilin pi referohet është vërtet korrupsion apo konflikt interesi apo ndonjëra nga problematika cila trajtohen shkollën për integritet dhe parandalim të korrupsionit. Studentët e shkencave politike në rast se futen ta zëmë në shoqërinë civile kur kontrollojnë kontrata të dinë nëse vërtet ka konflikt interesi para se ta raportojnë një gjë të tillë. Studentët e juridikut, këtu e kemi, do të thotë, interesimin më të madh nga studentët e juridikut për shkak se ka një afërsi mes profilit të tyre universitar dhe temës korrupsionit, të dinë konkretisht se si parandalohet dhe si luftohet korrupsioni. Do thotë, kjo është ideja e kësaj shkolle. Në edicionin e parë i kemi pasur 25 persona, të rinj dhe të reja, duke respektuar balancën gjinore, kanë qenë në fakt 13 femra dhe 12 meshkuj, dhe shkolla është mbajtur në qytetin e Gjakovës. Do thotë, ideja është që në një periudhë 3 ditore të kenë mësime intenzive sa i përket këtyre temave, dhe përtej mësimeve intenzive do thotë të kenë diskutime për shkak se edhe pjesëmarrësit, edhe trajnerët rrinë në të njëjtin vend, edhe pas ligjëratave, dhe të mund të shkëmbejnë dhe të bëjnë rrjedhim. Zhvilluar praktik në APK, në Agjencinë për Parandalimit të Korrupsionit. Do thotë, i ndjekin ligjëratat këto kurse intenzive këta 3, me gjitha shpenzimet të mbuluara nga ana e Demokraci Plus, qysh nga transporti tek akomodimi dhe ushqimi, dhe
përgjatë gjithë kohës, pas çdo sesioni testohen, do thotë duke përdorur teknologjinë, jo me laps e letër siç bëhet rëndom në për auditoriumet e shkollave, dhe kjo neve na mundson që të shohim përgjatë gjithë ecësurisë së shkollës ku duhet kemi më shumë fokus e ku të kemi më pak fokus sepse po kuptohet tematika. Dhe pas marrjes së gjitha këtyre rezultateve, pjesëmarrësit dërgojnë edhe ese dhe bëhet një përmbledhje e kandidatëve më të suksesshëm, 10 deri në 15 ftohen për intervista, edhe 4 më suksesshëm në pas përzgjidhen për të bërë një praktik 3 mujore në Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit. Aktualisht nga edicioni i parë i kemi 4 praktikantë cilët janë duke vijuar praktikën nga 1 dhjetori deri me 28 shkurt, dhe pas përfundimit të edicionit 2 të shkollës, me 1 mars fillon punën praktike edhe grupi i 2. Deri kur është afati i aplikimit? Afati i aplikimit është deri me 20 janar, do të thotë javën e ardhshme. Ftohen gjithë ata 3 cilët i përmbushin kriteret, i ndjekin rrjetet sociale të Demokraci Plus dhe Agjencisë për Parandalim të Korrupsionit, ta bëjnë aplikimin, është gjitha online, e gjitha pa pagesë, dhe më pas përmbylljes afatit aplikimit, një komision i përbashkët i D+-it dhe i APK-s mblidhet për t'i vlerësuar këto dhe kandidatët më suksesshëm, 25 më suksesshëm, do të përzgjidhen për të marrë pjesë në edicionin e 2 të shkollës. Sa trajtohet seriozisht në aspektin institucional, këtë çështja e korrupsionit, edhe prej agjencisë me cilën tashmë keni bashkëpunim, por edhe prej institucioneve, sidomos të drejtësisë, kur e thamë që diskursi politik është i fokusuar edhe në fushata elektorale, edhe në debat të ndërsjellë mes partive politike sa i përket luftimit të korrupsionit edhe të krimit të organizuar. Shprehimisht, kjo temë trajtohet në vazhdimsi nga gjitha institucionet e drejtësisë, megjithatë ka qalime në implementim. Sa i përket Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit, për aq kohë sa është në mandatin e tyre, ata e kryjnë punën e vetë, megjithatë agjencia mundet vetëm të parashtroj kallëzim penal, për jo dhe t'i ndjek vetë ato rase, më kalon do të bara tek gjyqësori, deri në atë pikë agjencia bën punën e vetë, dhe ajo që ne po synojmë nëpërmjet shkollës, është që të ngrisim vedijen fillimisht tek studentët, tek trinj, tek qytetarët, dhe më pas të punojmë intensivisht edhe me projekte të tjera, bashkë edhe me Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit, që të merret më seriozisht kjo çështja e korrupsionit. Shpesh herë diskursi për korrupsionin është se Kosova është njëra nga vendet më të korruptuara, megjithatë marr parasysh statistikat në rajon nuk qëndrojmë aq keq, ka vend për përmirësim. Nocioni i korrupsionit nuk është diçka që e prek veç Kosovën, i prek gjitha shoqëritë, megjithatë për të shmang këto keqkuptime të cilat i kemi për korrupsionin. E shpesh herë ne, do thotë, kur i referohemi një kontrate, qoftë në diskursin publik, qoftë në media, qoftë në kuvendin e Kosovës, bëjmë akuza e kundër akuza, nga njëherë edhe për çështjet paqena. Do thotë, flasim për konflikt interesi kur s'ka konflikt interesi realisht, apo e refuzojmë konfliktin e interesit kur është qartësisht konflikt interesi. Për t'i qartësuar gjitha këto çështje, ne po synojmë që nëpërmjet këtyre shkollave, fillimisht nëpërmjet edicionit parë, tash dytit, ideja është që të vazhdoj kjo edhe më tutje, ti sensibilizojmë trit të cilët shumë shpejt futën në tregun e punët, qoftë si jurist, qoftë si ekonomist, qoftë si gazetar, apo si shkencëtar politik. Abrashi, faleminderit shumë që gjetët kompas për krejt to informacionin, ndërkaq kur jemi te temat e drejtësisë,